Partia e Ashkalinjve për Integrim në zgjedhjet e 11 qershorit në komunën e Ferizaj doli me 1.56%, duke lënë mbrapa Partinë Demokratike të Ashkalinjve të Kosovës, që fitoi 483 vota në këtë komunë, ose shprehur një përqindje 1.14%, por në nivel të Republikës së Kosovës, PDAK e mundi PAI me vetëm 1 votë. Kryetari i degës së PAI-s në Ferizaj, Aslan Kurreziu, shprehet i bindur se rezultati në nivel vendi do të ndryshojë pas numërimit të votave me kusht dhe atyre nga diaspora. Ne konsiderojmë që ka qenë një përgjedhje dhe një dalje e drejtë e qytetarëve në këtë zgjedhje. Partinë cilën ne e përfaqësojmë mendojmë që asnjëherë më parë do të thotë nuk ka patur vota më shumë, PAI ka rritje në nivel vendi, pashtu vlen theksohet që nga partitë e komuniteteve PAI rikthehet fuqishëm si forca e parë në Ferizaj dhe shumë komuna tjera. Pashtu pretendojmë që ne jemi edhe partia e parë nga rreth e partive të komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptas, pasi që deri më tani vetëm 1 votë rivalet tonë politik PDAK në këtë rast dominon. Ndërsa këtu kemi edhe votat e panumëruara me kusht, dhe ato me post nga diaspora dhe personave me nevoja të veçanta, për çka do të kemi bindur që ne i dim do të elektoratin tonë që kem vota në këto 3 kategori dhe do të jem partia e parë sigurisht. Në Kuvendin e Kosovës, Kurreziu thotë se PAI do të përfaqësohet me 1 deputet. Në këtë mandat, sipas tij, në ulëset e Kuvendit do të jetë Etem Arifi. Ne do të mundohemi që t'ju dalim ballë premtimeve tona, të cilat i kemi sjellë gjatë fushatës zgjedhore. Premtojmë një përfaqësim të drejtë dhe dinjitos. PAI shumë herë kam thënë që është familiarizuar me gjitha problemet e komuniteteve në Kosovë dhe do të mundohemi të përfaqësojmë në mënyrën më të mirë të mundshme duke i drejtuar nevojat dhe kërkesat e tyre në institucionet përgjithëse. Partia e Ashkalinjve për Integrim kandidoi me 9 kandidat për deputet nga Ferizaj.